në fakt edhe më vonë për çështjen e turizmit. Cila mendon që nga këto grupe që folëm ne ose ato çfarë mendon ti kanë qenë më të rrezikshme në qytetin e Vlorës? Ndoshta edhe që i kanë bërë edhe dëm më shumë, po themi, edhe imazhit, po edhe në pasoja njerëzore. Grupet nga 97 deri në 99 kanë qenë grupet më të hidhura që kanë lënë gjurmë, 97 patjetër që ka lënë ato gjurmë të errta, krijoi vrasjet më të egra, nëse mund t'i quajmë, dhe aty u mësuan dhe grupet e tjera më mbrapa për vrasjet me show. Ne e mbaj mend shumë mirë ato hedhjet në erë, vendosjet e eksploziveve, me thënë një atentat që u rikthye edhe para disa vitesh, një atentat që ju bën një djalë i ri fatmirësisht shpëtoi, domethënë. Fakt janë bo plot atentate në Vlorë, sidomos ai rasti i gjyqtarit e më mend. Aty ishte, ato ishin me show. Ka qenë ai i gjyqtarit, ka qenë ai i një tjetër një djalë të ri që ishte aty në afërsitë qendrës tregtare, kanë qenë shumë në atë kohë. Por në atë kohë ka qenë edhe një lloj situate të tillë që mungesa e kamerave, mungesa e mënyrave që mund të mblidheshin prova për gjatë gjithë kohës. Kjo ishte dhe ajo që e bënte që të shkaktoheshin këto lloj show, këto lloj atentate me show për të treguar forcën, për të treguar fuqinë. Më pas ishin ekzekutimet në mes të qytetit. Por duke qenë që niveli i zbardhjes së ngjarjeve dhe dokumentimit të ngjarjeve filloi që të ishte në nivele të rritej, në nivele, dhe akoma më shumë mos flasim edhe për pjesën e Spakut që Spaku është pak i vonë shumë fakt, dhe të jemi sinqert, unë kam mendim ndryshe pak, se të është e vërteta në Vlorë apo dhe në qytete tjera nuk është që ka zbulu diçka Spaku, përveç se materialeve që kanë ardhur nga Sky ECC-ja. Po pikërisht, po frika mos do ishin Sky ECC-ja, nuk është që do zbartën e ngjarje. Por fakti që e hapi Spaku, sepse kam pasur më përpara ka qenë edhe programe të cilat filluan të zbërtheheshin, BlackBerry filloi të zbërthehej sepse në atë kohë ishte me demek i papërgjushëm, por në shumë raste nuk i shkonin deri në fund.